Përshëndetje. Kur flasim për mbrojtjen e konsumatorit, zakonisht qytetarët i referojnë sigurisë ushqimore, i referojnë produkteve jo ushqimore, kontratave të ndryshme apo garancive kontraktore. Në fakt, mbrojtja e konsumatorit fillon shumë më herët. Fillon me aksesin dhe furnizimin e energji elektrike, me aksesin dhe furnizimin me ujë, në transport, edukim, por dhe njëkohësisht në drejtën e informimit për të gjitha aspektet e jetës. Dhe pyetja që lind natyrshëm në të tilla raste është: a i gëzojnë të gjithë individët të drejtat në mënyrë të barabartë? Sot, në sezonin e dytë, episodi 7 i podcastit Safe Cons, do të flasim për konsumatorët vulnerabël, me fokus komunitetin rom dhe egjiptian, për të kuptuar më mirë cilat janë sfidat e këtij komuniteti, me çfarë përballen dhe çfarë mund të bëjnë institucionet në mënyrë që të garantojnë një akses të drejtë dhe të barabartë për gjithë anëtarët e këtyre komuniteteve. Jam e lumtur që kam për diskutuar në lidhje me këtë çështje zotin Emiliano Aliu, drejtor ekzekutiv i organizatës Roma Versitas Albania. Mirë se erdhët. Legislacioni shqiptar dhe evropian njoh një kategori të caktuar konsumatorësh, të njohur si konsumatorët vulnerabël, të cilët për shkak të karakteristikave që mbartin, si raca, higjienia, përkatësia shoqërore apo përkatësia ekonomike dhe shtresat ku përkasin, kanë një mbrojtje më të theksuar dhe më të madhe se sa konsumatorët e zakonshëm. Vetë Gjykata Evropiane e Drejtësisë së Bashkimit Evropian është përpjekur që të japë kufizimin e këtij koncepti, por duke qenë se këto kategori subjektesh lëvizin, pra nuk janë stabil, hynë dhe dalin brenda konceptit konsumatorit vulnerabël. Nën këndvështrimin tuaj, a janë të gjithë antarët që i përkasin komunitetit rom dhe egjiptian, për shërbimet që ata marrin, për kontratat që ata lidhin, apo edhe për pjesë të tjera shërbime, qofshin këto shëndetësore, si ushqime apo kontrate të ndryshme, janë automatikisht konsumator vulnerabël, apo kjo në fakt varet nga kushtet sociale dhe ekonomike të tyre? Jo, nuk janë automatikisht të konsumatorët vulnerabël, pasi duhen parë rastet e ndryshme, duhet parë gjendja ekonomike, duhet parë shtresa, niveli, kuptimi, përdorimi digital ose aftësimi digital që kanë në aksese, prania e institucioneve për marrjen e shërbimeve. Në fakt mund të thoya që në ato komunitete që flitet ende për shërbime të bazë që nuk janë të aksesueshme për ata, normalisht ato mund të flasim edhe për konsumatorë vulnerabël. Por këtu do ndalesha pak. Janë kategori konsumatorëve vulnerabël. Por ama kur ata kanë probleme të shërbimeve të bazë, nuk mendojnë ende tek të drejtat e konsumatorit apo tek ata që kërkojnë. Pra është më e gjerë se kaq, por jo domosdoshmërisht hyn te kategoria automatikisht konsumator vulnerabël. Pasi duhet para rast ose rastit nuk thënë personat apo individët, po thënë kategori grupesh sipas vendqendrimeve ku ata janë vendodhen. Edhe brenda vendqendrimeve në disa raste, pra nuk duhet i përkufizojmë, ka banesat të cilët marrin një shërbim dhe ka banesat të tjera që nuk marrin shërbim. Këtu mund të ndalemi dhe të themi që të drejtat e konsumatorëve për shërbimin të barabartë të dy kategorive që janë ose dy familjeve të njëjtës kategori brenda të njëjtit vendqendrim. Po, kjo në fakt është në pyetjet e ardhshme, po për të thënë të vërtetën, koncepti konsumatorit vulnerabël është mushtësisht i lidhur dhe me informacionin që ata kanë. Sepse unë mund të jem ose mund të konsiderojmë pavarësisht informacionit që kam një konsumator vulnerabël në lidhje me aspektet digjitale që ju e përmendët pak më herët, për element të privacy-t ose për elementet e për shembull mund të jenë për subjekte të tjerë të cilat nëse kanë informim të caktuar janë konsumator vulnerabël për kreditë konsumatore ose për aspekte të ndryshme. Dhe realisht mbrojtja e konsumatorit ju e përmendët, ne kemi vijuar dhe kemi regjistruar një sër podcastesh. Në perceptimin tuaj mbetet një luks mbrojtja e konsumatorit dhe në fokus të veçantë ju e përmendët pak më herët te këto dy komunitete që nuk është definitive pra përkatësia e tyre në konceptin e konsumatorit vulnerabël. Nuk do të jap përgjigjen thjesht me po apo jo, është një luks, po do ta shpjegoj me raste konkrete. Janë vite pothuajse që shoqëria civile operon në terren duke i informuar mbi të drejtat bazë ose mbi drejtat si individ që kanë për të shkuar për të marrë një shërbim bazë në institucionet përkatëse, në bashki, në komunë, në atë kohë flasim, apo në arsim, apo në zyrat vendore drejtoritë kryesore, qoftë për lidhjen e një kontrate të energjisë elektrike, një kontrate të ujësisë, po ujin e pishëm po flasim, apo edhe të kredisë, siç ju përmendët, mungojnë informacione. Dhe në fakt informacioni është një nga pengesat kryesore aktuale. Dhe e dyta, me situatën aktuale që Shqipëria në vitet e fundit me integrimin apo me ngritjen e platformës i Albania, aty ky gap ose ky bashkëllëk është bërë më i madh.
Por kryesori është informimi. Shumica e komunitetit rom dhe egyptian i mungon informacione. Edhe shumica e njerëzve të tillë nuk e kërkojnë të drejtat e tyre pasi nuk dinë si të bëjnë. Pastaj kemi edhe një kategori tjetër për shkak të burokracive përkatëse apo të pengesave që krijojnë platforma digjitale aktualisht që janë në vend, bëjnë si që të humbasin, si thua, atë besimin për të vazhduar për të kërkuar të drejtat e tyre. Po them të drejtat e tyre varet për cilën, por po flasim për informacionin që është e drejtë bazë për të informuar. Edhe këtu ka vite pothuajse që ky informacion i përgjithshëm, jo vetëm për konsumatorët, i përgjithshëm për të drejtat që ata akuzojnë për drejtat barabarta, nuk arrin në shumicën e komunitetit ku ata ndodhen. Sepse para ta themi shpërndarja e informacionit bëhet aktualisht në rrjetet sociale. Shumica nuk i lexoj vetëm nëpërmjet mesazheve vokale ose zanore dhe vizuale mund ta kuptojnë. Edhe kur kjo bëhet, përdoret një terminologji një fjalori shumë të madh për ata që ta kuptojnë çfarë është. Kur thua për shembull konsumatori drejt, do të thosh konsumatori drejt. Se po flasim për për shumicën e personave, individëve të komunitetit rom, të cilët nuk kanë as arsimin bazë për të kuptuar këtë terminologji të përdorur në rrjetet sociale. E dyta është nëpërmjet televizioneve. Nëpërmjet televizioneve kemi vënë re kohën e fundit që informacioni është shumë i cunguar, nuk është i plot për të kërkuar një të drejtë. Por ne kemi ngritur dhe bashkëpunime të ndryshme dhe ura të ndryshme nëpërmjet pushtetit vendor, nëpërmjet mediatorëve në komunitet, biles kemi propozuar të kishim mediator të përgatitur, të arsimuar, që të ishin urlidhse midis individëve dhe pushtetit vendor për të bërë të aksesueshme dhe të barabarta nevojat që ata kanë. Pra edhe në lidhje me informacionin si konsumator që janë, por edhe mbi të drejtat. Në fakt është e çuditshme se po të pyesësh shumicën e komunitetit rom din detyrimet që kanë dhe jo të drejtat që kanë kur bëhet fjalë për konsumatorët. Pra po flasim për konceptin e mediatorëve kulturor, mediatorëve komunitar. Janë të ndryshme me, unë nuk do të cilësoja mediator ose në gjuhën shqipe ndërmjetës. Po. Jo ndërmjetës kulturor. Ndërmjetës kulturor ka qenë një kohë kur komuniteti rom njihej si etnolingvistik. Aktualisht është pakicë kombëtare. Pra, edhe termi i mediatorit është ndërmjetës. Duhet të jetë një person i cili është një urlidhse me komunitetin dhe pushtetin vendor. Pra, quhet mediator ose ndërmjetës komunitar. Po, duhet ta theksojmë dhe ta lëmë mediator sepse ndërmjetës mund të kuptohet si profesion i lirë kjo çështje. Është në disa raste ndodh, por edhe mediator shumica e komunitetit rom vjen keq ta them, nuk e kupton çdo termi mediator. Më shumë kuptojnë ndërmjetës se sa kuptojnë termin mediator. Keni ju informacion, sepse po dalim nga pjesa e parashikimit, por a keni ju informacion se sa mediator komunitar, ta heqim kulturor, pra sa mediator komunitar janë në strategjit, nëse nuk gabohem, strategjit qoftë strategjinë për edukim, por edhe strategjinë për romët dhe egyptianët, për fuqizimin e tyre dhe planin e veprimit, kërkohet kjo gjë. Strategjit pothuajse janë bërë çdo 5 vjeçar. Po, në 2026 të mbarojnë. Kemi pasur ndërhyrjen e shoqërive civile duke i përgatitur këta mediator që të ndihmonin në bashki. Kemi pasur edhe kontrata shërbimi, do të them se përderisa nuk janë kontrata shërbimi me këta mediator për një fat 3, 6 edhe 12 muaj me bashki, por në fund fare është lënë pa integruar në organigramën e tyre nga vetë bashkia. Kjo për faktor që është vullnet politik mund të jetë, dëshira po mos përgatitje të disave. Fatmirësisht mund të përmend vetëm një bashki që ka treguar sukses me mediator komunitar dhe është Bashkia e Roskovecit, sepse vullneti politik ka qenë, vullneti i kryetares së bashkisë në atë vend ka qenë, që unë e falenderoj nëpërmjet këtë, biles ka fituar dhe një çmim në Bashkimin Evropian për këtë. Edhe po të shkosh në Bashkinë e Roskovecit të tregon tamam përsëri reale se çfarë mund të bëjë një mediator komunitar në një pushtet vendor dhe sa e ndihmon komunitetin dhe pushtetin vendor për realizimin e politikave dhe ndihmesave e komuniteteve apo të anëtarëve që ka në njësinë bashkiake. Ky numër ka filluar të rrallojë sepse nuk ka pasur vullnet politike dhe si them preventiv të buxhetit për të bërë pjesë të organigramës këta mediator. Kemi por ama edhe nga ana tjetër mund të përmendem për shkak si komisioneri për mbrojtjen nga diskriminimi, i cili ka hapur një zyrë në Kosh dhe ka vendosur pikërisht një pikë kontakti që është e komunitetit egyptian dhe i ndihmon goxha me ngritjen. Kohët e fundit, biles jo më shumë se 10 dita, 2 javë në mos gaboj, avokati i popullit ka hapur dhe një zyrë këtu në bashkinë e Kamzës,
afër komunitetit, pasi ai është komunitet vulnerabël për ngritjen e problematikave që ata kanë, sepse edhe për mbrojtjen e konsumatorit, avokati i popullit dhe Komisioni i Mbrojtjes së Diskriminimit, si institucionet të pavarura luajnë një rol shumë të rëndësishëm. Por mbetet ende, nuk po them një pyetje, po mbetet ende një iniciativë që do të zgjidhte goxha problematikën nëse do integroheshin mediatorët në organigramat e bashkive. Pra, nuk mund të kenë ndryshim të politikave thjesht duke caktuar një zëvendës ministre që i përket komunitetit rom dhe ajo deri diku i ka vendimarrjen të kufizuar dhe të limituar. E di, kështu është, kështu ndodh në çdo institucion dhe ministri. Atë e ka ministri, nuk e ka zëvendës ministre. Ashtu sikur se juaj përmendët përfshirja e antarëve të komunitetit rom apo egjiptian dhe nga ana tjetër tërprania e këtyre mediatorëve komunitar do të bëjë realisht të mundur lidhje ndërmjet këtyre antarëve të këtyre komunitetit apo komunitetit në tërësi me njësitë e qeverisjes vendore, po ashtu edhe me njësitë e qeverisjes qendrore apo me institucionet qendrore. Cilat janë disa nga problematikat kryesore që i bëjnë këto komunitete të ekspozuara kryesisht ndaj cënimit të drejtave të konsumatorëve? Më lejo të them që të drejtat e konsumatorëve janë nën ombrellën e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut. Pra, pavarësisht qasjes që kanë institucione të ndryshme dhe pavarësisht kuadrit ligjor në fuqi, nëse do të shikojmë do të krahasojmë drejtat e lirisë themelore të parashikuara në kushtetutë janë të njëjta, ose le të themi ato që janë parashikuar në ligjin për mbrojtjen e konsumatorëve janë të njëjta me ato që parashikohen në kushtetutë. Në fakt problematikat unë do të lidh direkt me atë që i bëjnë si konsumator. Nuk po them problematikat në tërësi, por në një farë mënyrë janë të lidhur me njëra tjetrën. Që do të thotë, nëse nuk ke infrastrukturë, do të thotë që nuk ke infrastrukturë për ujësjelljen, nuk ke infrastrukturë edhe për energjinë elektrike. Dhe domosdoshmërisht janë që të tretë lidhur. Pra e nisim nga infrastruktura. Pastaj nisim nga drejta e banesës apo e banimit, që kemi shumë lagje të segreguara pothuajse ose të vendosura jashtë nuk do të them popullacionit, por shërbimet e pas apo aksesit në të drejta, energji elektrike, ujë i pishëm, shëndet. Edhe shëndetësisë po që nuk ka, mund përmend shumë të qendrime aktuale që nuk ka. Por ama mund të lidh problematikat kryesore që ata t'i bëjnë individ që të kërkojnë të drejtat e tyre si konsumator, do ishin unë do përmend ato që do ishte më mirë, jo çfarë është e keqe. Është pak sarkastike përgjigjja ime, por është reale. Pra, nëse ata do kishin një banesë shtëpi, në rast se ata do kishin infrastrukturë, në rast se ata do kishin arsim, në rast se ata do kishin ujësjellës, kanalizime, në rast se ata do kishin energji elektrike, në rast se ata do kishin informim, në rast se ata do kishin aftësi digjitale, atëherë do kishin konsumator që dinë të kërkojnë të drejtat e tyre bazë në institucionet përkatëse. Në komunitetin rom, në shumicën e rasteve, është totalisht e kundërta. Pra, janë këto problematika që ata i bëjnë vulnerabël si konsumator. Domethënë ju e përmendët pak dhe ne përmendëm edhe në fillim që element thelbësor është përveç se fakti që nuk plotëson disa nga standardet për të cilat ne do flasim si banesa dhe furnizimi, aksesi në shërbimet bazë, a janë të kushzuar në fakt dhe fakti dhe gjithashtu a kushzohen këto edhe nga të ardhurat apo edhe nga edukimi, sepse nuk dua që të bëjmë paragjykim, po ka një lloj perceptimi negativ që antarët e këtyre komuniteteve, pavarësisht modeleve dhe shembujve pozitiv, sikurse jeni ju, sikurse jetë shembulli që përmendet, por dhe një sër antarësh tjerë, të cilët unë i njoh dhe i respektoj dhe në fakt mendoj që janë modele më të mira pozitive. Mungesa e edukimit apo mungesa e të ardhurave krijojnë këtë perceptimin negativ dhe sjellin pastaj këtë gjithë, le të themi, problematika zinxhir apo jo. Janë zinxhir sepse ju fakt e përmendët që në fillim që konsumatorët vulnerabël vetë shpjeguar edhe në ligjin nga thuhet që janë një kategori personash të cilët nga situata e tyre ekonomike, nga situata e tyre arsimore, nga situata e vendodhjes atyre i bën konsumator vulnerabël. Në fakt perceptimi negativ në shumicën e rasteve, edhe pse nuk duam ta përmendim, është faktor ekonomia, sepse ata në rrallë parë duhet mendojnë të gjejnë, do thotë që është e lidhur me punësimin, po. Kur them ekonomia, shumica e tyre nuk ka një punë të qëndrueshme, nuk ka të ardhurat të qëndrueshme, duke mos patur këtë, sepse po luftojmë për nevojat bazike të jetesës. E jo më pastaj do dilej që të them ato të konsumatorit janë luks, sepse ata po mendojnë për nevojat bazë. E jo më të kërkojnë të drejtat si konsumator, që me të vërtetë është luks për këta konsumator. Jo, është e diskutueshme sepse aksesi dhe furnizimi në ujë dhe energji elektrike është i konsumatorit dhe nuk ka dallim, domethënë. Duhet të jetë i barabartë, pavarësisht niveleve ekonomike, duhet të jepet e barabartë. Po për shkak
të niveleve të tyre ekonomike, për shkak të ardhurave, për shkak të banesës, apo të mendohet se ta ndodhin, ndodh që kemi një diskriminim brenda lagjeve apo brenda shërbimeve bazë. Në fakt ka disa teori që aktualisht nuk jo teori, janë problematikat aktuale, është që për të lidhur një kontratë të energjisë elektrike duhet kesh normalisht një certifikat pronësie. Edhe kur flasim certifikat pronësie, më fal për buzëqeshjen sarkastike, por më flasim për një komunitet që deri më sot nuk arritur të legalizojë banesat e tyre, qofshin ata që janë karabina, do thoya në kuptimin e ligjit, po do thoya edhe barake në kuptimin atyre, sepse kemi edhe një konceptim shumë të gabuar për sa i përket ligjit, sepse house do ta marr nga anglisht, sepse house and home. Për një rom, home është dhe barakja, po është dhe ajo që është karabina. Është nga gjuha angleze house dhe home. Shtëpi, ne kemi cilët si sot shtëpi. Shtëpi është aty ku personat, individët të caktuar mblidhen dhe i quajnë shtëpi. Pra hajnë, pinë, jetojnë, flejnë, edhe përdorin shërbimet që kanë nevojë. Pra kjo është shtëpi për ata. Dhe në këtë rast, nëse ke një barake, ata nuk furnizohen, nuk mund të lidhin dot një kontratë, qoftë ujë të pishull, qoftë energjisë elektrike. Pra këtu privohen nga një e drejtë, nuk po them bazike, prapë se do ta përmend disa bazike, po një e drejtë që është e garantuar, sepse nuk mund të jetosh si njeri me dinjitet ku nuk ke energji elektrike dhe nuk ke ujë të pishull. Pastaj dalin ato paragjykime dhe stereotipe që nuk dua t'i përmend në këtë podcast, po e kuptojmë për çfarë bëhet fjalë. Unë do shikoja në fakt një shqiptar si mund të lahet, po nëse nuk ka ujë, se njëri kohë në Shqipëri dhe këtu në Tiranë, nuk ka pasur ujë të rreshëm për një javë dhe fillon të lahen me bidona dhe me mënyra të ndryshme. Pra mos i paragjykoni njerëzit nëse nuk kanë shërbime të bazë që atyre nevojitet, si energji elektrike dhe ujë. Në fakt për të vijuar më tej në diskutimin, pikërisht dhe për t'i ulur deri diku tonet, me energjinë elektrike, furnizim me ujë pishëm dhe një banesë të qëndrueshme, të cilat janë thelbësore, përfshin gjithashtu edhe në objektivat e mijëvjeçarit dhe janë brenda standardeve dhe kërkesave të Organizatës Kombeve të Bashkuara. Dhe realisht praktika ka treguar edhe nga eksperienca e Qendrës Konsumatorit Shqiptar, referuar në ndihmës juridike parsorë falas që ne ofrojmë, që furnizimi me energji elektrike, pra kontrata e furnizimit, operatorët që ofrojnë këtë shërbim nuk e lidhen nëse ti nuk ke sikur si përmendën certifikat pronësie, një kontratë qiraje ose nuk ke një banesë brenda konceptit që ligji realisht konsideron banesë. Dhe ju bë diferencën ndërmjet asaj që quhet shtëpi apo banesë apo si një vend ku grumbullohet e gjithë familja. Keni ju të dhëna një përqindje caktuar e kategorive ose antarëve të komunitetit rom dhe egjiptian, të cilët nuk marrin shërbimin apo furnizimin me ujë, me energji elektrike, nuk kanë një banesë të qëndrueshme apo në shumicën e rasteve janë jashtë gjithë këtyre shërbimeve që u përmendën për shkak këtyre mungesës këtyre të drejtave. Në fakt, studimi i fundit, ose censusi i banesave të fundit që është bërë mbas censusit të 2010-s, 2013 ka bërë shoqëria e hapur, por shumica, si thua, e vetë antarëve të komunitetit nëpërmjet një sistemi të pagabuar, tablet dhe geo-tagging, që janë bërë në terren, kanë zgjedhur problematika të tilla. Po flasim para 13 viteve. Pra, në këto 13 vite a kemi të dhëna për të dhënë këtë kategorinë se ka këto shërbimet? Censusi i fundit ka treguar që ka dështuar për në rastin tonë. Ne kemi bërë një studim, unë si bashkë me një kolegun tim, kemi bërë një studim që ja kemi paraqitur një stadit para se të vazhdonte me procedurat e intervistimeve apo të problematikave që kanë komunitetet rom në këtë lagje. Gjë që nuk është marrë parasysh dhe normalisht reflektohet në politikat edhe për 10 vitet e tjera. Numër të saktë nuk mund të themi, por mund të përcaktojmë që ka ende vendbanime rome, të cilët nuk kanë ujë të pishëm, edhe pse mund të kenë energji elektrike, po kemi dhe vendbanime të cilat energji elektrike është në ato limite, kur them limite po flas voltazhi i duhur, të cilët shumica elektroshtëpiakeve nuk funksionojnë. Kjo problematik nuk do përmend vendbanime konkrete, sepse janë disa, po këto vendbanime kanë pothuajse që kur kanë punuar unë në periudhën tek avokati i popullit, po bëhet fjalë mbi 16 vjet, më shumë se 16 vjet, pothuajse që kanë punuar tek avokati i popullit, kemi pasur këtë problematikë edhe deri në sot që po flasim, që themi që energjia elektrike ka arritur në ato nivele, është bërë investime në infrastrukturën e energjisë elektrike të tjera, ende nuk e marrin shërbimin të barabartë si të tjerët. Edhe pse pagesat e faturave i dojnë pik për pik. Pra, nuk mungon pagesa e faturave, por shërbimi mungon në këtë kategori. Fundi po mos paguan ndërmjet energjisë elektrike, sepse është ai voltazh që është. Numër caktuar po e përmbledh prap, nuk ka sepse duhen programe, duhet investim, duhet një buxhet për të bërë një kërkim të tillë. Dhe nuk mund të dalim që kemi thjesht një numër caktuar vetëm nëpërmjet raportimeve, sepse nuk kemi një institucion.
për të mbledhur raportimet, dhe instati vetë që ka pasur një buxhet caktuar për nxjerrjen e problematikave të tilla nuk ka arritur dhe ka dështuar, ajo ma dikush tjetër. Por që janë ende faktor në komunitete, mungesa e energjisë elektrike dhe e ujit të pishëm është më se evidentuar dhe është më se sigurt 100% që ka, edhe nuk është një numër i pak, është një numër shumë i madh. Dhe jo si banezat, po flasim si vend qendrime. Kjo në fakt më sjell një tjetër diskutim realisht, e kalon pak idenë e podcastit dhe mbrojtjes konsumatorit, por gjithsesi, të dhënat e fundit nga censusi i fundit kanë treguar realisht numrin e antarëve të komunitetit rom dhe egjiptian, sepse në kushtet ku nuk arrihet që të bëhet një studim, ku informacioni është marrë me vetë deklarime dhe elemente të tjerë, domethënë, a janë realisht të dhënat, sepse mendoj që në frymën dhe informacionin qoftë dhe personal që kam, jeni një komunitet, qoftë komuniteti rom dhe komuniteti egjiptian, një komunitet i madh që mund të ketë fuqi më tej për të përcaktuar të politika vendimarrëse. Në fakt përgjigjen e parë për sa i përket instatit, u thash, kemi bërë një research, një kërkim për problematika që stati mund të haste. Ja pasqyruam, ja kemi dërguar që ti mirëshin parasysh dhe të implementonin, dhe në fakt unë po them vetëm këtu podcasti shumë mirë mund ta transmetoj këtë, është bërë një menaxhim ose si thosh një interestim në një zonë pilote, dhe në atë zonë pilote nuk është një komunitet as rom, as egjiptian. Pra si mund të bësh një intervistë për të pasur këtë problematikë në një zonë ku nuk ka komunitet rom dhe egjiptian. Pra, e bën thjesht fiktive për të vazhduar. E them dhe e rithem sërish. Të gjitha problematikat që ne kemi hasur në këtë kërkim kanë dalur dhe janë raportuar gjatë intervistave. Në fakt, unë kam qenë prezent, ose jam vetë personi që jam intervistuar këtu në Tiranë, është bërë gabim nga intervistuesi. Jam intervistuar 2 herë sepse me të vërtetë mbas një ankese ka ardhur vetë drejtoresha e atyre grupeve të personave për të më ribërë intervistën. Pra unë që dihet të drejtën jo si konsumator, po një që të drejtën për të intervistuar sepse i përkisat e një komuniteti rom. Nuk më është bërë pyetja e para punës kujt komuniteti përkas. Dhe jo më pyetjet e tjera që ishin derivate. Dhe njëkohësisht që po i thoya intervistuesës ki kujdes, sepse unë jam një nga personat që drejtojnë një shoqëri civile dhe kam bërë një research për ato. Nuk i kemi pyetje, po si do ndalim më sa rom jam. Do të folën në këtë mënyrë dhe në këtë gjuhë të kuptueshme, jo letrare e juridike që mos kuptohen nga intervistuesi. Nuk e di tash problemi i tyre. Pra, kur unë kam hasur këtë problematik, imagjino se sa individë të tjerë kanë hasur. Pra, numri nga stati nuk është real dhe nuk është absolutisht real, gjë që ka bërë impakte për 10 vjeçarin tjetër të politikave. Pavarësisht se nuk mund të përmendim vetëm anë negative, aktualisht po shkojmë drejt përfundimit të projekt planit nga qeveria qendrore nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale për deri në 2030 për komunitetet rome dhe egjiptiane, që akoma jemi në fleta, domethënë po shkojmë 2027 dhe 3 vjet do mbetet për të implementuar, se kjo është gjëja më sarkastike këtu që mund shoh, bëhet projekt plani për 5 vjet, po 3 vjet punohet për letra, pastaj 2 vjet do implementohet. Gjë që nuk e marr vesh historikisht kështu ka qenë, nuk e di se si punohet në këtë drejtim. Por ama kemi ndryshime, kemi një vigjilencë nga institucionet qendrore, kemi shoqëri civile të shtuar. Kanë dhënë impak, kanë dhënë, si thua, sinjale, kanë dhënë inputet e tyre për ta bërë një plan sa më të përshtatshëm. Por ama prapë si shtatet edhe për fuqi vendimarrëse. Nuk mund të kemi fuqi vendimarrëse sepse vetë kushtetuta nuk na lejon në këtë rast për të prezantuar minorancë apo pakicë kombëtare. Dhe për të arritur atë numër që të nxjerrim qoftë edhe një person, të cilit të ngrej problematikat e komunitetit rom në parlament, nuk mund të arrijmë sepse numrat nuk janë. Edhe ndarja administrative që është bërë nuk na lejon këtë. Po të jetë në rang vendi, mund të arrijmë që nxjerrim të paktën minimalisht një person i cili mund ta ngrejë zërin në pushtetin qendror për sa i përket komunitetit rom. Po flasim gjithmonë në pushtet legjislativ. Një Një tjetër element i rëndësishëm është po të flasim sërish në kuadrin e problematikave dhe shqetësimeve që i përkasin si komunitetit rom dhe egjiptian, në kuadrin e drejtave lirive themelore, por edhe në kuadrin e drejtave të konsumatorit janë bashkë, është koncepti i transportit publik në fakt. Si është situata me transportin publik, aksesin në transportin publik dhe a sjell kjo impakt të drejtë për drejtë në drejtën për punë, në drejtën për edukim, por në drejtën për të marrë gjitha shërbimet shëndetësore falas. Do t'jap shembull konkret, dhe me këtë shembull do t'jap shumë vetë qendrime të tjera. Në fshatin Dris të Fierit, ka më shumë se 300 familje rome, normalisht ka dhe fëmijë. Shkollën e kanë në Zhupan.
nga fshati i Risë në Zhupan do të kalosh rrugën kryesore, do të kalosh linjën e kurrëdore për të arritur në shkollë. Është pothuajse gati tek 2-3 kilometra. Nuk mund të linjë dot se nuk e mbaj. 9-3 km, 3 kilometra mund të Për paraqitet transport. njerëzve transport publik. Një nga transportet ishte caktuar, ishte një furgon i cili nuk plotësonte kushtet e transportit të njerëzve, jo më të transportonte fëmijë në shkollat. Transport publik në atë zonë nuk ka, janë vetëm transporte private, edhe bie tani, nëse nuk ka transport adekuat, këto fëmijë do shkojnë në shkollë? Jo, nuk shkojnë në shkollë. Nëse nuk ka transport publik. Shërbimi shëndetësor është në qendër të qytetit. A ka transport publik në emergjenca? Nuk ka asnjë rreth tjetër. Pra do të përdorin transportet private për të shkuar Personale. në shërbimin shëndetësor. Institucionet janë në qendër, e njëjta gjë ndodh. Unë përmenda fshatin Dris, po që është pothuajse shumë afër qytetit. Por ama e ka të pamundur që ta bësh në këmbë një rrugë të tillë. Kemi vendqendrime të tjera që janë akoma më larg shërbimeve kryesore për arsimin e fëmijëve, për shëndetin, pastaj edhe për marrjen e shërbimeve përkatëse në nivel lokal. Qofshin ata që janë në këtë drejtim. Pastaj me atë që po shohim aktualisht që do rrallohet numri i shërbimeve apo i pushteteve po them bashkim, do të Po që njësive të centralizohet. administrative, kjo do bëhet pastaj jo alarmante, do bëhet katastrofike. Edhe pse kemi platformën digitalizimit që ti mund të marrësh shëndetin e shërbimeve në këto platforma, kthehemi prapë aty ku kemi qenë. Nuk po them 90%, jo vetëm Rom, po edhe të komunitetit majorancës, pra gjithë popullata ka një analfabetizëm digital për sa i përket përdorimit të këtyre platformave. Në fakt, pasim ne vështirësi në shumicën e rasteve që kemi si thua një background të aftësimeve të digjitale dhe jo me ata që nuk din të lexojnë dhe të shkruajnë, e jo me të përdorin sistema dhe platforma digjitale për të marrë me këtyre shërbimeve. E nisja nga transporti publik dhe përfundova në këtë drejtim, por transporti publik është për mendimin tim në ato vend banime, vend qëndrime të cilët janë larg shërbimeve kryesore edhe që është e drejtë sepse e drejta e fëmijës është që të arsimohet. Po është e drejtë themelore. Është e drejtë themelore, nuk e afron këtë nëpërmjet sido qofshin ato mjetet, në këtë rast është transporti publik, atëherë ti këtë komunitet pothuajse i ke veçuar dhe segreguar. Ke veçuar automatikisht ke përjashtuar për të qenë barabartë me të tjerët. Pra, transporti publik është do ta çojë atje që është e nevojshëm për marrjen e të drejtave jetike, bazë dhe kushtetuese. A keni kërkuar ju si organizata juaj apo dhe organizata tjera që veprojnë në terren, që në fakt transporti publik për anëtarët e komunitetit rom dhe egyptian të jetë falas? Ju ka shkuar ndonjëherë? Ne kemi kërkuar vetëm për arsimin, nuk kemi kërkuar për të gjithë anëtarët e komunitetit, sepse ku nuk arrin dot për shërbimin e arsimit, të çojmë ato fëmijë të shkollës mund të kërkojnë dot gjithë tjetër. Pra, po flasim për gjën më minimale që pushteti qendror duhet t'i asigurojë nëpërmjet politikave dhe pushteti vendor duhet të suportojë të mbështesë këtë lloj kategorie nëpërmjet këtij shërbimi, nuk mund të kërkojmë dot shërbime të tjera që të jetë për kategorinë rom dhe egyptiane transporti publik falas. Unë them dhe po shohim dhe nga politikat e ndryshme edhe të transportit publik sepse varet nga kompanitë private kanë probleme për sa i përket aboneve, shërbimeve personave me aftësi kufizuare të tjera, edhe jo më që të ketë dhe komunitet të rom që të përdori transporte publike. Pastaj nuk mund të themi dot për diskriminimin për marrjen e shërbimeve në këto transporte publike. Që janë raste që duhen inspektuar si prova apo si testa sociale për të parë nëse marrin shërbime si të tjerë apo jo. Por që kemi diskriminim, kemi diskriminim. Herët në një projekt që ne kemi zbatuar në qytetin e Durrësit, kemi monitoruar transportin publik urban. Një ndër rastet që referuan nga vullnetarët që monitoronin transportin ishte se pikërisht një antare e komunitetit rom ose egyptian u raportuan atë kohë, ishte me karrocë dhe në fakt faturina nuk e lejoi që të përdorte transportin publik urban në njërin nga linjat e qytetit të Durrësit. Dhe realisht pyetja vijuese që vjen natyrshëm është që cilat janë disa ankesat kryesore që ju raportohen juve ose që ju keni informacion nga anëtarët e komunitetit rom ose egyptian, edhe së bashku me ankesat cilat janë institucionet ku në fakt hasin më shumë pengesa për zgjidhjen e këtyre problematikave. Një nga ankesat që ne raportojmë tek institucionet qendrore, në shumë pak raste në institucionet të nivelit lokal, pasi edhe për sa i përket ZVA-ve, për zyrët vendore të arsimore, duhet nëpërmjet pushtetit qendror, Ministrisë së Arsimit që të kalohet në ato drejtime. Ankesat janë dërguar, pothuajse kemi vite që lëshojmë këtyre fakte, po unë do përmendja vetëm një kryesor për sa i përket anës tonë. Kryesorja është
numri i studentëve rom të cilët ndjekin universitetin të nivelit bazë bachelor të parë, pastaj po flasim për master. Nuk është po flasim për një numër që është shumë i vogël dhe politike që nuk kanë këtë drejtim. Por që Po nga ka kuota specifike. kuotat janë të ndryshme, nuk funksionon siç kanë funksionuar. Politikat kanë ndryshuar që në momentin që universitetet janë bërë të pavarura, edhe ata e marrin mendime se sa kuota mund të përcaktojnë komunitetit rom apo edhe egyptian në organigramën e tyre. Ne kemi kërkuar, edhe pse numri është shumë i rraduar, jo të jetë diskriminim pozitiv, po të jetë mbas meritokracie, po një numër, si thua, një kuotë e siguruar për komunitetin rom dhe egyptian. Po e bëjmë thjesht për shikuesit. Në rast se ne kemi 3 studentë të cilët duan të kandidojnë për fakultetin e mjekësisë, dhe ato 3 studentë, 2 nga ata e kanë mesatarën më të lartë se personi i tretë. Pra, edhe 2 kuota janë. Normalisht ne duam që këta që kanë mesatarën më të lartë Të vazhdojnë studimet. Dhe të kjo është në rregull me politikat është në rregull shtetërore. me politikat. Nuk kërkojmë që të tre vendos universiteti. Por ama kërkojmë që të paktën në shumicën e dedeve universitare, të cilët studentët, nuk do të thënë studentët, se ne shohim si kontribues në të ardhmen për sa i përket komunitetit të tyre. Pra janë disa kategori, disa deg universitare, të cilët komunitet ose student që i përkasin komuniteteve rom dhe egyptiane duhet të profilizohen në të drejtime, që në të ardhmen të integrohen të bën pjesë e organigramit pushtetit lokal apo pushtetit qendror, vendor apo qendror, në mënyrë që të ndihmojnë këto dy pushtete për arritjen dhe zbatimin e politikave gjithmonë në lidhje me këta dy komunitete. Në fakt, deri më sot bashkëpunime me universitetet publike kemi pasur dhe me universitetet private kemi pasur dhe janë pozitive, pra dëshira e tyre është shumë pozitive dhe gjithmonë na janë ndodhur prapë, por mungojnë direktiva dhe politika të vendosur me ligj vetë Ministria e Arsimit mund të vendosë. Edhe tani më thuaj sa kazën prapë, se më duhet si shoqëri civile të flas kundër pushtetit qendror. Jo, nuk e kam. Një nga politikat që duhet vendosë pushteti qendror është që me ligj duhet përcaktuar kuota. Që universitetet të zbatojnë. Përgjigje që është në Ministri e Arsimit, universitetet janë pavarura ta vendosin vetë politikat e tyre. Dakor. Që këtu ne si organizatë ofrojmë ndihmë juridike parësore falas, do t'ju asistojmë juve. Në kaq vite që ne njihemi, ju nuk e keni shprehur këtë shqetësim, do ta vazhdojmë ta ndjekim politikën bashkë në funksion të mbrojtjes së interesave dhe të edukimit të anëtarëve të komunitetit. Në fakt sepse edukimi është baza për shpeshherë për të shmangur, për të thënë qartë, për të shmangur të gjitha ato problematika që ne po diskutojmë sot këtu, ku mund diskutonim një temë tjetër dhe jo këtë, domethënë, kështu që jemi plotësisht dakord. Tjera ankesa që vijnë nga anëtarët e komunitetit. Anëtarët e komunitetit, edhe pse nuk i paraqesin për shkak të pozicionit të organizatës që kemi, janë përsa i përket marrjes së shërbimeve bazë në bashki, që do të thotë për shembull nëse do të pajisesh me një certifikat, sepse nuk do të përdarë e platformën, apo një shërbim të cilët mund ta japi jashtë asaj platformën që mund të japi, atyre i kërkohet të paguajnë një shumë, që janë detyrimet si të gjithë tjerë dhe lindë, si mund të paguajnë një detyrim ndaj bashkisë, ku bashkia nuk më ka shtruar rrugën, nuk më ka sjellë ujtin, nuk më sjell energjinë elektrike. Pra të paguaj një administrat, ku kjo administrat nuk më shërben mua si popull. Dhe aty ku më lind nevoja për të pasur një diçka, nuk më ofrohet. Problematikat e tjera pastaj janë në fakt, përse përket pushtetit qendror do thoya mbetet infrastruktura edhe tre nevojat bazë. Është infrastruktura rrugore, është infrastruktura e usjelljes kanalizimeve dhe energjia elektrike, siç më përmendët që në fillim. Nuk po flasim për arsim, se për arsim pastaj është kategori është shumë e madhe, ka problematika shumë të mëdha dhe nuk janë të lidhur drejt për drejt me energjinë, ujin apo infrastrukturën. Pra është një ankesë tjetër që ata kanë. Ankesa më e fundit dhe më e domosdoshme që është nga të gjithë anëtarët e komunitetit është pa disponibiliteti i tyre për të paguar shumën e caktuar për legalizimin e banesave. Pra nuk kanë mundësi ekonomike. Ekonomik, me këtë drejtim, nuk kanë para për të paguar që të marrin certifikatën e pronësisë së banesave. Dakor. Për këtë mendoj që mund bëjmë një mbështetje ligjore, por dhe advokim, në mënyrë që të jenë një kategori e caktuar që të përjashton ose të përdoren metoda të tjera alternative të pagesës. Në rast se më lejoni, në fakt dy pozicionet e mëparshme që unë kam mbuluar, qoftë me OSB-n, qoftë me Avokatin e Popullit, qoftë shoqëritë civile, kemi vite që ja paraqesim dhe zgjidhjet dhe problematikat. Në fakt shpresoj dhe do bashkëpunojmë së bashku për ta paraqitur si iniciativë ligjore, të shohim çfarë mund të arrijmë. Asnjëherë nuk është të thënë fjala e fundit nuk ka për të funksionuar, por le të provojmë. Sinqerisht ju falenderoj që afroheni për zgjidhjen e këtyre problematikave. Ju përmendët edukimin dhe organizata juaj në fakt kanë në fokus edukimin e të rinjve.
dhe deri diku dhe edukimin vazhdues. Cilat janë disa nga format më efektive për rastin e edukimit dhe për të zhvilluar më tej anëtarët e komunitetit rom dhe egjiptian? Është një politikë që unë kam dashur gjithmonë ta personalisht, jo në lidhje me Roma Universitasin, është si tip formulë magjike si të arrish të heqësh një person nga niveli ekonomik i një familje që nuk ka mundësi për nivelet bazë në një person që del nga ajo familje dhe në të ardhmen diplomohet, profilizohet, gjen një vend pune dhe integrohet. Pra, kthehet nga një problematik në një rast suksesi. Edhe kjo është vazhdimësia e mbështetjes së kësaj individe në arsimim. Pra, nuk mjafton një organizat, sepse organizata punon bazë projekteve, dhe në bazë projekte mund të ofrojë shërbimin që asaj ose atij i nevojitet për vazhdimsinë e arsimit, por duan politika nga pushteti qendror të vazhdueshme për një kategori të caktuar. Pra, siç kemi politika nxënësit ekselent mbështeten me bursa të vazhdueshme. Por ajo bursë nuk duhet të jetë vetëm monetare. Nuk bile se për mendimin tim deri diku ajo vlera monetare të eliminohet, por të jepet mbështetje në akses si pajisje shkollore falas, transport publik falas, ose të ja kryesh mundësinë e transportit publik falas. Studimet. Studime, po kemi disa raste të fëmijëve që nuk kanë veshmbathje që të jepet dhe ti mundsohet, pra ose nivel monetar bazë për të pajisur me këto nevoja që ka. Po nga ana tjetër duhet parë edhe nga pushteti vendor që familja ka energji elektrike, sepse si duhet si të një student apo një nxënës që nuk ka energji elektrike, nuk ka një dham mbi kokë që të studiojë. Që të studiojë. Janë disa elemente që mund të funksionojnë. Kohët e fundit ne kemi parë edhe një boom, si thua, të studentëve rom dhe egjiptian që është rritur numri në këtë drejtim, përsa i përket shkollave të aftësimit profesional. Edhe dini pse ka funksionuar sepse pushtetet vendore japin bursa për ata të cilët regjistrojnë këto shkolla profesionale. Pra, pas ka qenë një si thua, një motivim për të vazhduar këto shkolla. Pra, thjesht me një bursë që në kohë vazhdon nga 360 deri në 600.000 lekë të vjetra, i ndihmon goxha dhe i bën goxha. Edhe po themi aktualisht ne kemi ndihmuar, pothuajse në 3 vjet kemi zbatuar një projekt, kemi parë që gati 90% e këtyre individëve që janë mbështetur dhe nga ne dhe nga politikat që janë aktuale për sa i përket aftësimit profesional, janë në vend të pune, janë duke punuar dhe janë kthyer në kontribues. Po. Jo më në, si thua, punëmarrës, jo më punë kërkues. Jo më punë kërkues, direkt. Kur them kontribues sepse në një shtet ke nevojë kontribues me paguar, që të paguash sigurinë shoqërore shëndetësore, që të paguash taksat e ndryshme. Por ama duke punuar ai ka filluar, ai ose ajo ka munduar, ka marrë një kredi, ka marrë një banesë. Pra i përmirësohet cilësinë e jetës nëpërmjet profesionit dhe nivelit të arsimit. Pra nuk ka një formulë, do thojë, që partash është formulë magjike, por nuk ka për të realizuar sepse duhen politika afatgjata për individ të caktuar që të funksionojnë. Ju përmendët gjatë gjithë kohës, qoftë institucionet qendrore, qoftë institucionet vendore apo bashkitë, organizatat që përfaqësojnë komunitetin rom ose egjiptian, apo organizatat në tërësi, a bashkëpunojnë mjaftueshëm me të gjitha institucionet dhe patjetër që besoj një karakteristikë e juaj e gjithë këtyre organizatave, jo vetëm, në tërësi organizatave shoqërisë civile që të punojnë në terren, aty ku vërtet ndodhen komunitetet. Si është niveli i bashkëpunimit dhe ku e konstatoni ju në fakt në gjithë këtë, në rezume të gjithë diskutimit, problematikën kryesore tek mungesa e ligjeve, nuk do ta thoja plotësisht sepse ju e përmendët, megjithatë strategjitë janë prapë në ndryshim në përmirësim dhe ende pa u miratuar sikurse ju e thatë, apo është tek zbatimi i ligjeve, tek vullneti politik, apo deri diku një lloj mbështetje specifike për këtë kategori komunitetesh. Shumë pyetje në një. Jo, përgjigjja është e përmbledhshme, domethënë në të gjitha këto pyetje. Shoqëria civile ka bashkëpunuar dhe ka pasur goxha bashkëpunim me institucionet, qofshin qendrore dhe të pushtetit lokal. Pra nuk është problematik bashkëpunimi me të dyja këto nivelet të pushtetit qendror dhe pushtetit vendor. Nuk është problematik. Nuk ka qenë asnjëherë edhe biles, si thua, janë miratuar dhe ligje për t'i ardhur në ndihmë këtyre komuniteteve. Si një formë diskriminimi pozitiv apo? Shiko, unë gjithmonë e kam thënë edhe pse nuk duam diskriminim pozitiv, kemi nevojë në disa raste diskriminim pozitiv, sepse janë disa krahasime që duhet bësh. Pra, shërbimit që duhet japësh mundësitë të barabarta, dhe kur jep mundësitë barabarta për të përfituar nga një drejtë që është e barabartë për dy individ, nuk do ta shohësh si diskriminim pozitiv, por do ta shohësh si një shërbim për mundësi të barabarta. Ligjet kanë qenë, janë miratuar, planet vendore kanë pasur goxha, planet kombëtare ka pasur goxha dhe po miratohet.
Ajo që mungon është zbatimi. Dhe zbatimi shalon, sepse po të shohësh planet që niveli qendror ka zbatuar, gjithmonë shalon ke një pikë kryesore. Sa do të bësh plane shumë të mira, sa do të bësh ligje shumë të mira, por nuk pate aftësi financiare për zbatimin e këtyre ligjeve, ato do mbeten thjesht në letër. Pra, këtu ka cënguar gjithmonë, por bashkëpunimi ka qenë goxha i mirë dhe këtu, siç kam qenë pak kritik në fillim, tani po jap edhe një kornizë tjetër dhe një pasur tjetër. Dëshira e madhe e ekspertëve të institucioneve të pushtetit qendror është e pakrahasueshme. Kanë një dëshirë shumë të madhe dhe një vullnet shumë të madh për të bërë politika me të vërtet ndihmëse dhe mbështetëse për sa i përket komunitetit. Njëkohësisht dhe pushtetet qendrore, vendore janë të së njëjtës frymë. Por ajo që mungon gjithmonë çalojnë atë buxhet të cilit mungon. Mungon në të gjithë, nuk mungon vetëm për komunitetin rom dhe egyptian, mungon për të gjithë komunitetet dhe për të gjitha gjërat që nuk do të përmendim në këtë podcast. Dakor, jemi pothuajse drejt fundit, dy pyetjet e fundit në fakt, kush mban përgjegjësinë kryesore për përjashtimin nga këto shërbime në rastin e pra nga marrë shërbime për konsumatorët vulnerabël në tërësi, duke përfshirë brenda konceptit konsumator vulnerabël dhe antarët e komunitetit rom apo egyptian, institucioni, ligjet apo informacioni dhe pamundësia e informacionit për të arritur deri te konsumatori. Do të them ke pyetja e parë. Informacioni është kryesor. Pa informacion ti nuk mund të marrësh absolut, nuk mund marrësh. Nuk je ndjeni, pastaj që ndodh. Dhe duke ditur që nuk je ndjeni, automatikisht ti nuk merr ose si thua, nuk bën ankimin ndaj së drejtës tënde si konsumator. Pra, përjashtimi është mungesa e informacioneve është kryesore. Nuk të përmendes si faktor tjetër. Në fakt mund të jenë 2-3 të tjerë, por informacioni është kryesor. Informacioni, por do ta do ta ktheni me të problematikë se kemi edhe ne faktorë të cilët nuk si do bëjmë pjesë e këtyre përjashtimeve nga drejta. Sepse mund të sjellë të gjithë bashkë. Mungon një bashkëpunim midis institucioneve kryesore, shoqërisë civile, antarëve të komunitetit vet, që të hipet kjo lloj fryme e informacioni apo të drejtave që konsumatori duhet të kërkojë. Por nëse ne nuk e bëjmë një gjë të tillë, automatikisht i lëm aty, pa ditur çfarë janë të drejtat e tyre dhe pa marrë atë shërbimin që i takon si e drejtë. Pra duhet një bashkëpunim me të gjithë institucioneve, shoqërisë civile, aktorëve lokal, që të mundsojmë jo vetëm informacionin, kur them informacionin në mënyra të ndryshme, sepse nuk do të përmend edhe një herë faktorin analfabetizmi, aftësimi digital etj. Pra jemi ne që duhet të jemi aty dhe të afrojmë këtë lloj informacione apo shërbimi si ulitse për të marrë të drejtat e tyre si konsumatorë. Dhe, nëse do ndryshoni vetëm 3 gjëra për të përmirësuar jetën e konsumatorëve vulnerabël, cilat do të ishin ato treja? Përveç aftësimit digital, më duket. Ja, aftësimi digital edhe pse ta përmirësoja prapë do ishte pengesë, derisa nuk ke arsimin e duhur, nuk mund të përdorësh dot teknologji për të ndihmuar për të ardhur në ndihmë. Në fakt personalisht edhe unë, po edhe si shoqëri civile kemi gjetur 3 zgjidhje. Dhe zgjidhja e parë është mediatori komunitar. Zgjidhja e dytë është informacioni në nivele vendore nëpërmjet mënyrave të ndryshme dhe normalisht zgjidhja e tretë do ishte kur nuk zgjidhet këto dy, do ishte që të kemi një person, një zyrë, një institucion në terren për të janë ndihmë këtyre komuniteteve. Në fakt nuk ka të bëjë me shoqërinë civile, se para pak kohësh kam parë edhe kam dëgjuar nga antarë të komunitetit majorancë që thoshte nëse na hiqni një sitë administrative në këtë zonë si mund të marrim në shërbimet që jemi të moshës së tretë ku nuk dinë të përdorin teknologjinë etj. Pra nuk do të hequr këto të paktën një zyrë në fizike që duhet të jetë në terren për të ardhur në ndihmë të gjithë kategorive të ndryshme, pavarësisht rome egyptiane, por edhe të moshave të treta në të gjithë Republikën e Shqipërisë. Edhe ato konsumatorë vulnerabël konsiderohen. Po. Të nderuar dëgjues, sot folëm për një aspekt shumë të rëndësishëm të mbrojtjes së konsumatorit, garantimin e aksesit të barabartë në shërbimet bazë për të gjithë qytetarët. Një konsumator i mbrojtur nuk është vetëm ai që blen një produkt të sigurt, por edhe ai që ka mundësi të barabarta për të marrë energji, furnizimin me ujë, transport, kujdes shëndetësor dhe informacion. Duke ju falenderuar për kohën tuaj zoti Aliu, cili do të ishte mesazhi kryesor për të gjithë ata që na ndjekin, konsumator, tregtar, institucione apo dhe organizata shoqërisë civile. Mesazhi është i qartë, bashkëpunimi i të gjithë aktorëve kryesor për të ardhur në ndihmë konsumatorit vulnerabël. Nuk do ta lidhe fare me Rom dhe Egyptian, por do të lidhje me të gjithë shoqërinë mbarshqiptare.
Faleminderit. Podcasti Safe Cons realizohet në kuadër të projektit Shoqëria Civile në veprim në përpjekje të koordinuara për sigurinë ushqimore dhe mbrojtjen e konsumatorit që po zbatohet aktualisht nga Qendra e Konsumatorit Shqiptar në bashkëpunim me Antark dhe me mbështetjen e Bashkimit Evropian në Shqipëri. Ju ftojmë të na ndiqni në të gjitha rrjetet sociale të Qendrës Konsumatorit Shqiptar, në website-in ton www.qksh.org. Ju ftojmë që na ndiqni në faqen tonë në Facebook, LinkedIn dhe patjetër në kanalin tonë në YouTube. Dhe mos harroni si gjithmonë, një konsumator i informuar është gjithmonë një konsumator i mbrojtur. Na ndiqni në episodin e radhës.